po hulumtoj. Si të shkon 1950 të poshtë, është sfi shumë e madhe, edhe rjedhimisht, ndoshta video që mas shumë të kom komente cilat më përmirësojnë ose japin shtesë informacione. Qashtu, janë ato videot që për shembull flas për betejën e Albulenës, Skënderbeut me Perandorin Osmane ose me Shode Galicën, kjo e fundit. Këto janë ato që kanë, faleminderit, kanë ma shumë kështu, si me thonë, polemika, kushtimisht në qip. Për që ato thash shuplak realitetit, se unë besoj që shumica leta, mos t'i përgjithsoj se nuk i përfatsoj njerës sa din, po besoj që shumë njerës janë befasu për varrin e Shode Galicës, që ka qenë diçka për mu personalisht, një informacion shumë i ri, nuk e kum dit, edhe e kum su prej teje. Do me thonë, kur i ki po vetë që to fakte, sa të kanë arë që di? Me thonë drejtën këto që janë 100 vjetë për para, nuk është që kom shumë ndjenja në kuptimin empati po se po jo ndjenja qash në dhaja, emociona është në dhaja sa këto të vitet kur kom lindën e 90-ta ose 80-ta. Marrë shembull protestat, masakrat, ose edhe helmimet, e tjerë tema që kom përcjell përmes videove, ato e di që nëse si në video qaj. Duke hulumtu, qaj, bile edhe bashkëshorti, më len rahat se si të më sheqim kaj e din pse, sepse e marrë gjithmonë atë hil lëkurën e personave që kanë pësu, ndoshta dhe kjo më jep ma shumë fuqi tregimit, sepse nuk, për atë arsye edhe është ma interesant, sepse nuk fokusohem me qenë kundrinori i shdrejt, folja me qenë në vend, e tjere, po e thëmë që shumë vjen mu, si orges, edhe qysh kisha pas qefi unë me ndëgju një tregim ma emocional, edhe aty për aty. Për shembull, mendoj që kemi shumë storje që në vetën e parë, shembull, tazojmë familjen Jashari, nuk i kemi dëgju kur, përveç besartës, po e kom fjallën ata që nuk janë mu, du me thonë me tregu atë pjesën e tyre që ajo kish ndru një farë perspektive të audienca jonë, përgjithësit e populli për me pas shumë respekt, se sa vetëm kur i futbol ose kur i kemi festat zyrtare. Po, ndërkohë këto